Lam të mirë diabet. Kjo recet i ka lënë edhe mjekët gojapur, ja si ta përgatisni. Krahas shijes së tyre dathët, të ëmbël, thanat, janë ndër frutat më të veçanta medicinale dhe përdoren gjërësisht edhe në mjekësinë popullore. Falë vlerave të tyre fantastike për shëndetin, thanat përdoren në shumë receta të ndryshme, kryesisht edhe për lehtësimin dhe përdorimin kundër komplikacioneve të ndryshme, siç është edhe luhatja e sheqerit në trupin tuaj. Thanat janë një frut i vogël i kuq, që në përdorimet e tyre të duhura mund t'japin shumë përfitime. Thanat gjithashtu shërbejnë si një produkt bazë për të mbajtur dhe stabilizuar luhatjet e sheqerit para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në mënyrën natyrale, por nuk do të thotë se ato mund të kurojnë. Do t'jetë një ndihmë shumë e mirë ushqyese për dietën tuaj kundër luhatjeve të sheqerit. Në këtë video, sipas health.com, do të gjeni dy mënyra efektive se si mund t'i përdorni thanat për të përmirësuar gjendjen tuaj dhe të lehtësoni luhatjet e forta të ndryshme të sheqerit. Receta me 15 kokra të freskëta të thanës. Gjithashtu mund t'i japin rezultate fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Thanat kanë në sezon të shkurtër, ndaj përfitoni sa më shumë prej tyre. Për një periudhë 30 ditore, ato janë edhe shumë të rekomanduara dhe konsumi të paktën 15 kokra thana në vaktin e mëngjesit. Gjithashtu mund të përdorni edhe lëngun e tyre. Për këtë recet ju duhet 1 kg thana dhe 2.5 litër ujë. Sasia e përbërësve rritet bazuar në sasinë e lëngut që ju dëshironi të përdorni dhe të përgatisni. Lëngu i thanave mund të arrijë rezultate fantastike në këto raste. Si fillim, i lani thanat mirë, i vendosni në një tenxhere së bashku me ujin. I lini të zjenë për rreth 1 orë dhe më pas fikeni sobën. Më pas me një lugë druri, shtypni frutat e thanës dhe i lini me kapak të mbyllur derisa ato të ftohen plotësisht. Më pas, e kulloni lëngun e thanave e vendosni atë në një kavanoz qelçi të pastruar mirë dhe e mbani në frigorifer. Konsumoni të paktën nga një gjysmë filxhani kafeje nga lëngu i thanave herët në mëngjes, çdo ditë për një periudhë të shkurtër 30 ditore. Gjithashtu, fruti i thanës është përdorur për të ulur temperaturën dhe për të luftuar gjithashtu edhe çrregullimet tuaja të zorrve. Thartësia karakteristike e këtij fruti e bën atë mjaft të dobishme edhe për organizmin tuaj, duke lehtësuar edhe problemet kardiovaskulare. Thanat përdoren lehtësisht edhe kundër shqetësimeve të diarres. Por nëse vuani nga diabeti dhe nuk merrni medikamente kundër luhatjeve të tij, thana është një frut i mirë që mund të përdoret në rastin tuaj. Por nëse jeni duke marrë medikamente kundër luhatjeve të sheqerit, përpara se ta përdorni këtë frut, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Por të gjesh kombinime të duhura ushqimore, me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelet e sheqerit në gjak, mund t'jetë gjithashtu gjëja më e vështirë që mund të arrini. Prandaj, çdo frut ose çdo perim që mund të shtoni në dietën tuaj duhet jetë i duhur për ju, në mënyrë që të mos shkaktojë luhatje të forta të sheqerit në gjak dhe të rrisë gjendjen tuaj duke ju dëmtuar më shumë. Në këtë video, sipas health.com, do të listojmë ushqime të cilat ndihmojnë edhe në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit të diabetit të tipit 1 dhe të tipit 2. Peshku është një ndër produktet më të shëndetshme që mund të shtohen në dietën tuaj. Peshq të tillë si salmoni, sardelet, açuket janë burime të mira të yndyrnave omega 3, acideve yndyrore DHA dhe EPA që ndihmojnë shumë shëndetin tuaj të zemrës. Ato, për personat që vuajnë nga diabeti, duhet të konsumohen në sasi ideale, pasi kështu do t'japin rezultate fantastike kundër luhatjeve të sheqerit dhe do të sjellin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj. Peshku këshillohet të konsumohet të paktën 2 ose 3 herë në javë. Vlerat që do t'japin organizmit tuaj do ta kthejnë atë në një prej ushqimeve më të rëndësishme në betejën kundër luhatjeve të sheqerit. Ushqimet e gjelbra gjithashtu mund të konsumohen vazhdimisht në dietën tuaj.
Perime të tilla siç është për shembull spinaqi, lëmpjeta, gjithashtu edhe sallata jeshile janë të pasura me vlera dhe me pak kalori. Duke qenë se ato treten shpejt dhe lehtë, organizmi juaj nuk e rrit nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu këto produkte janë shumë të pasura edhe me element të vitaminës C, që luajnë një rol të rëndësishëm në eliminimin e inflamacioneve dhe problemeve të ndryshme të komplikacioneve të trupit tuaj. Siguroni të përzjedhni edhe kanellën në dietën tuaj ushqyese, si një ndihmë efektive kundër luhatjeve të sheqerit. Kanella është shumë e pasur me antioksidantë të cilët të mbrojnë edhe shëndetin tuaj të syve, pasi kështu do t'japin rezultate fantastike edhe kundër këtyre komplikacioneve. Studimet mjekësore kanë vërtetuar se kanella mund të ulë nivelet e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë ndjeshmërinë e insulinës në trup. Një tjetër studim vuri re se kanella mund të ulë nivelet e kolesterolit dhe të rrisë gjithashtu përmirësimin e organizmit tuaj. Vezët nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj. Vezët janë në vërtet të paktat ushqime me vlera të larta ushqyese, përveç se të ju mbajnë të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Nëse konsumohen rregullisht, ulin në riskun e prekjes nga sëmundjet e zemrës, ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike kundër luhatjeve të sheqerit në gjak dhe mund të jetë një ndihmë shumë e mirë e organizmit tuaj në betejën kundër diabetit të tipit 2. Vezët gjithashtu përmirësojnë edhe ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe mund të përdoren vazhdimisht edhe si një zgjidhje kundër problemeve të kolesterolit. Kosi është një tjetër produkt shumë i mirë ushqyes, kryesisht kosi pa yndyrë, një nga bulmetet më të mira për shëndetin e personave diabetik. Të dhënat kanë treguar se konsumi i kosit ekuilibron sheqerin në gjak dhe parandalon gjithashtu edhe sëmundjet të zemrës përmes probiotikëve që ajo i përmban. Te personat me diabetin e tipit 2, kosi do të ndihmojë për të rënë nga pesha në mënyrë natyrale dhe të lehtësojë gjithashtu edhe problemet të sheqerit në gjak. Në dietën e personave që vuajnë nga diabeti, mund të shtohen edhe arrorët. Arrorët janë të shijshëm dhe shumë të pasur për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra të cilat do të treten më lehtë dhe gjithashtu sistemi juaj do t'i përthith ato më mirë dhe do të ndihmojnë në riekuilibrimin e niveleve të sheqerit në gjak, për sa kohë që këto arrorë nuk përmbajnë shtesa të ndryshme siç është kripa ose sheqeri. Brokoli gjithashtu është një tjetër produkt fantastik, që me ndikimin e tij mund të kthehet në një aleat të mirë edhe për personat që kanë luhatje të sheqerit në gjak. Studimet kanë pohuar se brokoli mund të ndihmojë në uljen e niveleve të insulinës dhe të mbrojë gjithashtu edhe qelizat nga radikalet e lira, procese të cilat mund të ndikojnë në shëndetin tuaj. Vaj i ullirit gjithashtu është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm ushqyes, i cili ju ndihmon edhe në betejën kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Vaji i ullirit mund të quhet gjithashtu balsami i mirë i zemrës. Ai përmban acide yndyrore omega 3 të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancave HDL, që është e parë të jetë në shifra jo të shëndetshme te personat me diabetin e tipit 2. Prandaj, sa më mirë ta pasuroni dietën tuaj me produkte natyrale, aq më pak probleme do të keni në organizëm. Është e rëndësishme që përveç dietës suaj ushqyese të konsultoheni me mjekun tuaj, të përzgjidhni ushqime të duhura, aktivitetet që ju përshtaten dhe gjithashtu të merrni medikamentet sipas këshillës së mjekut. Kështu do ta keni më të lehtë të menaxhoni veten kundër luhatjeve të sheqerit të lartë në gjak. Gjithashtu, fruta dhe perimet të konsumuara brenda normës janë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj, siç është edhe avokado, i pasur me yndyrra gjysmë të ngopura, shumë të dobishme për zemrën. Avokadot ngandalësojnë tretjen dhe ndihmojnë të mbani sheqerin në gjak që të mos ngrihet lart. Një dietë e pasur me yndyrra të mira mundet të ndihmojë në zbrapsjen e rezistencës ndaj insulinës. Provoni të fusni avokadon e shtypur në sanduiç në vend të majonezës ose bukës në vend të djathit. Kështu do të keni më shumë përfitime. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.